Nëse jeni rritur në një shtëpi shqiptare, atëre dini se ligjet e vërteta nuk ishin në libra, por thuaj çdo ditë. Ja disa prej tyre rregulli. Numër 1. Mëngjesi mund të mos kesh uria, por nëna do të sjell në tavolinë bukë, vezë, djath dhe gjëra të tjera, sepse s'mund të shkosh në shkollë pa ngrënë. Rregulli numër 2. Përmendni ndonjë emri të kundërt, gjinit dhe pyetja e parë është gjithmonë e njëjta. Kush është ai? Ajo është nga një familje e mirë. Rregulli numër 3. Fjala s'ka gjë. Mund të thot faleminderit, më fal, jam duke u nervozuar ose po të vras. Konteksti është gjithçka. Rregulli numër 4. Nuk ka shtëpi shqiptare pa atë një sirtar të mbushur me qesa plastike, që nga ato të supermarketit deri te ato të vogla, të gjitha ruhen sepse do të na duhen një ditë. Rregulli numër 5. Kërcënimi përfundimtar. Kur bëj ndonjë gjë e gabuar, kërcënimi më i madh nuk ishte dënimi, por do të vi nënat e tij dhe do të shoh çfarë bën. Dhe rregulli i fundit, më i rëndësishmi, për çdo gjë të çmendur që bëjnë, për çdo pyetje, për çdo kërcënim, e bëjnë të gjitha me zemër dhe për këtë ne jemi më të fortët. Cila prej këtyre rregullave ishte me vërteta për ju? Shkruani numrin në komente dhe dërgojeni videon nënën tuaj për të parë reagimin.